Një analizë zëre i gjaku mund të hapë një mundësi të re për zbulimin më të shpejtë të endometriozës. Sëmundje ku prek rreth 190 milion gra dhe vajza në mbar botën, e cila shkakton dhimbje të forta në zonën e legenit, cikël menstrual me dhimbje, lodhje dhe probleme me fertilitetin. Studimi zbuloi se gratë me endometriozë kanë gjurmë hormonale të veçantë në gjak. Njën nga ndryshimet kryesore ishte niveli më i lartë i hormonit 11 ketotestosteron, i cili mund të shërbejë si tregues për identifikimin e sëmundjes. Studimi u realizuan nga shkencëtarët e Universitetit të Edinburgut, të cilët analizuan mostrat e gjakut të 159 grave me endometriozë dhe i krahasuan ato me 57 gra të cilat nuk e kishin këtë sëmundje. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në disa raste duhen deri në 12 vjet për të diagnostikuar endometrioza, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar pritja mesatare është mbi 9 vjet. Aktualisht sëmundja zbulohet përmes kontrolleve ginekologjike, ekografisë, rezonancës magnetike ose laparoskopisë. Ekspertët vlerësojnë se ky test gjaku mund të ndihmojë në zbulimin më të hershëm të sëmundjes dhe trajtimin në kohë të pacientëve me këtë sëmundje.